Përshëndetje gjithë, jemi në këtë video me Smaçkin. Ka një lojë shumë e pëlqyer këto kohët e fundit. E më them se mos ju bëj me që ka dalë update-i. Unë kam marrë ca këto. Këto jasë marrë Japonin. Kam marrë Tunisian, marrë Oelsin, kam Senegalin. Do shef, sa s'më duhet. Konë se për një se kanë shumë kulturë dhe kura ca që u tha unë për tru në dhëmë Belgjikën ja në shkonë ku dhe shkoni të dhe kitë se të oj tani që shtë shikoni ka marrë Rodri që me stime kanë shumë tullet po të shikoni që me bëjë do marrë Maradona 97 overrun dhe ose me mund Peles Pelea mund bëtë që me strime ka fun po është më mirë këtu sekund besoj se kështu është më mirë në Maradona këtu Maradona për qemestri me Martinez dhe qemestri me këtë Matës që e ka në ekip jo jam sa është edhe jo është apo në Liga e Femrave po prapë në Premier League bën qemestri dhe me Rodri dhe me ikonat të tjerë këta Pelea bën qemestri vetëm me Cafu edhe për 4 qemestri nërsa Maradona mund bëj 1 për marrë në vendin e Maradonës 2 4 bën Maradona 3 veta pa garit e vetëm 1, 2, 3 janë ikonat edhe Maradona mund të kryoj qemestri me edhe me këta 4 të tjerët i gjithë ekipi bën me qemestri për vetë të Ronaldos se për shumë mund bëj qemestri Claudia Pina Lamine Yamal Rodri këtu ka dalë edhe java e re shumë kod dërgoj një shok sticker mua ka rrë një prediction këtu jo 3 jeve jo kjo ka bërë kjo ka gjithë gjitha besoj 20 edhe këtë tjetë që ka gjithë unë që së punë më fare KPV do përshikoj Spanja me Capo Verde besoj se Spanja dhe e këtë shumë në vështirë me atë që ka të reguar Capo Verde nuk kualifikos besoj se të këtë vështirë po edhe Spanja në të tali 2-0 ok për dhe Belgjik, Egypt nuk e ti edhe kjo një super veshje ja të mendoj sa do dali Belgjik me Egypt nuk e di ende po me ndoj njërë që fa rezultatit jam një rezultat sakse dhe kjo është një në ndeshe më të forta Nuk e di.
Se dhe Portugalia, Republika Kongos. Në që kam ditë linja në ndeshjen e Portugalisë. Linja ime është 17 qershor, nesër është 17 qershor, në që del 3-1. Të lëmë një gol se Republikës Kongos se gjyna. Tani nëse është Ivory Coast këtu, sen Vlora 1999. Vlora respekteva ka shumë shqiptar. Ka shumë shqiptar që e luajnë. Unë për shembull e luaj shumë. E voa ishte nga Vlora. Tani, po da sikoni këtu ka dalë maestroja Neymar, edhe ne ato do përvanë. Në që pakon me TF4+, janë. Me 105 në hapët me TF3+, vetëm për të marrë Neymar. Plus në rajnë Neymar. Video mund të zgjas më pak, nuk mund të zgjas sa hera e parë që zgjata shumë. Hera e parë nuk e di sa e zgjata. Zgjata një të lirë sa minuta. 36 më duket. Pas ndeshjen Brazil Marok, moment që mua më ka pëlqyer më shumë ato ndeshje ishte goli Vinicius. Ajo ishte një sken që vetëm Vini mund ta bëj. Ai mund ta tregoj, ai mund ta shpjegoj si e bën, sepse vetë duhet ta shpjegoj. Është një mrekulli prej Vinit. Nuk di se si i bën ai ato mrekulli. Po ta shikoni e bie e fundit. Kam edhe shumë ditë me Jamalin, me Gullerin. Do krijoj një kanal të ri. Ndoshta se nuk po e krijoja dot. Do provoj prapë pas kësaj video edit channel from M.M. Pastaj do krijoj edhe një kanal të tretë për basketballin. Basketbolli i cili është hobi. Nuk kam e vërtet shumë qef edhe nuk do ta ndaloj kur. Rio Ferdinand. Nuk po në bje shumë fat. Kam lidhje me atë që unë po synoj. Po për fat po në bje shumë fat. Feliz Kjallja. Do provojmë tjetër kyçe dhe videoja. Apo, ja. Edhe pak sekonda. Shanset e fundit. Dalla para fundit. Baggio.
pakuja finale. Nuk në rast që ati poshtë qëra i nëzia jetën, ose të nëzitojnë, ati qëra herën e kaluar shpresoj të vdes sa më shpejt dhe mos ja pafsh më syt. Ky është edhe videoja. Bye bye.